programe tani, por në disa detaje që Rama në fjalën e tij teksa prezantonte ministrat e CEKU, e kam fjalën tek Ministria e Brendshme kur foli për një detyrë që nuk ishte zbatuar kurrë ndër vite edhe pse kryeministri e kishte lënë për pjesën e adresave. Dakor, është diçka e mirë sepse të kesh një adresë koncize është gjë shumë e mirë që mund të shërbente çdo qytetari. Por thënë kjo, a ishte kjo një detyrë që domosdoshmërisht do ta bëjë Ministria e Brendshme, Ministria Koçiu dhe duke lënë ndoshta edhe punë tjera që mund të ishin më prioritare për t'ia vendosur apo ishte thjesht një mënyrë të thënie e kryeministit? Shikoni, ajo fjalë për sa i përket aspektit të sigurisë brendshme ka bërë përshtypje mjaft personave sepse aty kryeministri u shpreh me tone mjaft optimiste, tha ne kemi për sa i përket sigurisë kombëtare, ne jemi një nga vendet që kemi një siguri kombëtare dhe nivel të ulët të kriminaliteti, sipas mesatarës së Bashkimit Evropian. Pra në një farë mënyrë e renditi Shqipërinë për sa i përket sigurisë ndër vendet e Bashkimit Evropian që quhen vende të sigurta. Dhe në një farë mënyrë i la detyrat ministres së re që janë këto aspektet e tjera të organizimit, të mbikëqyrjes së territorit ose të sistemit të adresave. Unë dyshoj që vetëm ministri i brendshëm, kushdo qoftë ai ose ajo, ka kapacitetin për ta bërë këtë i vetëm. Sigurisht që duhet vullnet qeveritar, por për sistemin e adresave patjetër që duhet një bashkëpunim shumë i madh me pushtetin vendor. Pra nuk është detyrë vetëm ministrit brendshëm. Është një sipërmarrje shumë e madhe, është pozitive nëse do bëhet, por fatkeqësisht vullneti politik nuk ka qenë, pra ka munguar vullneti politik për ta bërë atë. Domethënë, shiko, kryeministri ka një specifik mjaft interesante që për problematikat që ka në Shqipëri, sigurisht që vë gishtin plagë, pra i thot gjërat ashtu siç janë. Por nga ana tjetër është ai që është në një farë mënyrë përgjegjës. Ai siç merr meritat kryesore për çdo arritje, nga ana tjetër është ai përgjegjësi kryesor për situatën në të cilën janë këto. Për shembull, mbajmë pak javë më parë, ai tha që në mënyrë eksplicite tha, hipoteka e Vlorës është një çerdhe korrupsioni. Çfarë mund thuash më shumë se këtë kur vetë kryeministri thotë që hipoteka e Vlorës ka qenë ndër vite çerdhe korrupsioni. Pra, edhe ti si opozita mbyll gojën se nuk e çfarë thua sepse ai po e pranon vetë. Por nga ana tjetër, kjo nuk mjafton. Pra, konstatimi nuk mjafton. Konstatimi mund ta bëjë opozita, konstatimi mund ta bëjnë informacionet, po themi institucionet e pavarura, konstatimi mund ta bëjnë gazetarët në studio siç po e bëjmë ne këtu. Kryeministri takon të veprojë dhe unë uroj që pak në rastin e adresave që përmendët ju, të ketë një vullnet për të paktën për të nisur procesin, se unë besoj që do të jetë një proces i gjatë. Përmendet inteligjencën artificiale si një pjesë të mirë të programit ku Rama vë theksin, por duke qëndruar edhe pak sepse e di që është lakuar shumë fort diella, ministrja, një surprizë që do të ishte për ditë, por opozita e quan një rrezikshmëri të lartë diellën, pra zgjedhjen në këtë mënyrë të një dikasteri të ministrisë. Kur opozita thot këtë, ju si gjykoni për çfarë rreziku e ka fjalën? Shikoni, unë kam përshtypjen që opozita le të kuptoj për keq përdorim në një farë mënyrë të kibernetikës, të inteligjencës artificiale. Shikoni, unë nuk besoj që të ndodhë diçka jashtëzakonshme. Pra me betimin e qeverisë, nuk është se do kemi një godinë ku do të vendosen disa mega aparatura dhe aty do të jenë zyrat e diellës. Diella është një thënie simbolike e cilët, me thënë drejtë, unë besoj që opozita i ka kushtuar një vëmendje më të madhe se që meriton. Pra në një farë mënyrë me diellën, me institucionin ose ministrinë diella, kryeministri nuk kupton që ne do në një farë mënyrë do të gjitha shërbimet publike do t'i digitalizojmë, duke folur edhe për digitalizimin e procesit të prokurimeve. Për shembull, në një moment po të lexosh programin, aty flitet që inteligjenca artificiale do futet tek radiologjia në mjekësi, që në një farë mënyrë ne me inteligjencë artificiale të lexojmë rezonancat magnetike, ne me inteligjencë artificiale të lexojmë skanerat në mënyrë që të parandalojmë kanceret, shkruhet në programin e qeverisë. Pra ta dëgjosh është shumë e bukur, ke qef të smuresh domethënë kur ti shef që diella inteligjencë artificiale do të parandalojë kancerin, ndërkohë që Osman Stafa la energjitë aty dhe jo vetëm duke dalë prej javësh dhe prej muajsh, duke folur problematikat që ka onkologjiku, ti papritshëm të lexon programin e qeverisë, inteligjencë artificiale tani do parandalojë në ndërthurje me radiologjinë, do parandalojë kancerin. Pra, problematika, kthem dhe ajo që thash fillim, problematika me programet e qeverisë është që ato disa elementë për tyre janë të pazbatueshme, dhe unë besoj që edhe kryeministri dhe ministrat janë të ndërgjegjshëm që ajo nuk mund zbatohet në 100%. Aty ka për shembull premtime qeveritare që ne do ndalojmë fatalitetet në rrugë, për aksidentet rrugore, do t'i parandalojmë, do t'i zvoglojmë në masën 30%. Kjo sigurisht që është një premtim pozitiv po të ndodhi,
por unë besoj që nuk i takon qeverisë ta bëjë këtë premtim. Pra sigurisht qeveria mund të marrë masa për të forcuar sigurinë rrugore, mund të përfundojë ato të shkreta 7 kilometra që janë Tiranë-Durrës se quhen, por fakt është nga Tirana deri te mbikalimi i Kasharit, që është rrugë fushore, po të ishte në një vend tjetër do ishte mbaruar për 2 muaj, por aty duket që ka një vit që është hapur dhe nuk punon asnjëri. Pra sigurisht që premtimet janë pozitive dhe qeveria mund të marrë disa masa që të ndihmojë, po themi, përmirësimin e situatës, por sigurisht që ajo nuk ka dorë të ulë me 30%, sepse në vitin 2021, aksidentet rrugore mund të jenë 30% më pak, mund të jenë 80% më shumë, por larg qoftë mund të jenë edhe 50% më shumë. Pra është e pamundur për një kryeministër që të specifikojë dhe numrin e aksidenteve rrugore vit pas viti. Qëndrojmë pak tek opozita, ku megjas do të jemi shumë shpejt edhe në zgjedhje për kryeqytetin, për zgjedhur kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Manastir Liu nga një anë, nga ana tjetër, emra që lakohen më i mundshëm në bazë të atyre çka thuhet zotja Ali Mehmeti. Gjithsesi, përsa i takon këtij procesi me këtë kryeministër që duket se është në kulmin e tij, sa gati është opozita për të zhvilluar zgjedhje për Tiranën? Edhe pse në fakt këtu nuk është me dëshirë apo jo, por gjithsesi sa gati është për të hyrë kësaj gare për të fituar, flas? Shikoni, unë besoj që zgjedhjet vendore varen nga 2 faktore. Para nga situata e përgjithshme dhe nga qeverisja qendrore, por patjetër që ka një specifik tjetër, dhe kjo është thënë dhe stërthënë, edhe pa i përket individualitetit. Dhe sigurisht që përballë Ogerta Manaseliu, tashmë kandidate e shpallur e majorancës, ka të bëjë shumë se kë vendos opozita. Fjala vjen një kandidate e cila me sa duket e ka refuzuar postin, Jurida Tabaku, për mua do ta bënte garën më të fortë se sa ta bëjë fjala vjen një person në anonim ose me një profil jo të lartë publik politik ose njëri që vjen nga shoqëria civile. Pa dashur të ndërpres, ky kandidati i Partisë Demokratike do të jetë përballë në këtë rast Ogertës apo Partisë Socialiste nëse e lidhi me individin, flas pak. Pra, sa peshon individi dhe sa patjetër që thashën 2 faktorë, dhe kur thashën 2 faktorë, patjetër është faktori Rama ose faktori PS, ose faktori majorancë pushtet, sepse ne dimë që sidomos kur ka zgjedhje të pjesshme vendore, kemi parë këtu në vitin 2022 kur ka pasur zgjedhje të pjesshme në 6 bashki, mos gaboj opozita atëherë fitoi vetëm bashkinë e Shkodrës. Sigurisht gjithë makineria shtetërore vjet në funksion të fitimit të kësaj bashkie. Konkretisht do të shihni kur të vi dita e zgjedhjeve, nëse do të vi së afërmi, që sigurisht Ogerta Manaseliu në një farë mënyrë nuk do të jetë vetëm, por gjithë po themi leadershipi i Partisë Socialiste, por edhe makineria shtetërore do të vjetë në funksion të fitores së Ogerta Manaseliu. Opozita do ta ketë mjaft vështirë në situatën aktuale, sepse ne sapo kemi dalë nga zgjedhjet parlamentare, ku Partia Socialiste korri një fitore mjaft madhe, pra me sa duket, dhe kjo duhet të thënë që shqiptarët e duan kryeministrin Rama dhe Partinë Socialiste, se kjo duhet të thënë. Pra, unë shoh që opozita nuk është ndërgjegjshme për situatën. Opozita sigurisht që sulmon sistemin, sulmon garën, se thotë është e pandershme, por ajo nuk është e ndërgjegjshme që këtu kryeministri, në të paktën, është personazhi më i dashur për shqiptarët. Pra, duam apo s'duam ne, kemi apo s'kemi kritika, nuk po ju citoj tani sondazhin e Top Channel dhe të Euronewsit dhe të Report TV, që nxjerrin Edi Ramën, politikanin më të pëlqyer, por po citoj sondazhin e News24, vetëm pak javë para zgjedhjeve, kryeministri Edi Rama dilte politikani më i suksesshëm dhe më i besueshëm për shqiptarët. Pra këtu jemi në këtë situatë, që përtej po themi benefitit që ka majoranca në një garë dhe sigurisht është garë pa barabartë, problematika është që ekipi i opozitës, duke mbetur i pandryshuar, vazhdon në një situatë duke hequr mundësinë vetes që të jetë kompetitiv. Shikoni, është si në një ndeshje futbolli, ekipi A e mund gjithmonë ekipin B. Atëherë ekipi humbës, është ekipi B në rastin fjalë, duhet ndryshojë lojtarët. Nëse shkon gjithmonë në fushë me të njëjtë lojtar, sigurisht që përfundimi i ndeshjes është i ditur. Jo më larg se pak më parë, bashkë të dy e takuam, madje ishte zoti Shehu në këtë studio dhe teksa e pyes pikërisht për pjesën e opozitës nëse Rama largohet me zgjedhje apo jo, apo artikulimet politike që kanë bërë përpara zgjedhjeve që do t'i fitojmë ato zgjedhje, nuk do t'i preki Rama, apo të ashtu quajtur farsë elektorale. Duket se opozita po drejton syt nga populli dhe duke krahasuar me protesta në Nepal apo në Serbi, pretendon të njëjtën gjë të ndodhi edhe në Shqipëri. Së pari, ju e shihni që mund të ketë një frym popullore që mund t'i bashkohet opozitës kur është e bindur dhe thotë që askush nuk e do Edi Ramën?
Shikoni, ne mund të themi sa duash këtu dhe kudo dhe në për kafe të mallkojmë qeverinë dhe të themi askush se do e di Ramën, po për sa kohë ai i merr votat dhe merr mandatet dhe fuqizon po themi mandatin e tij, atëherë kjo është një problematikë që duhet trajtuar më seriozisht dhe duhet trajtuar ndryshe nga opozita. Pra opozita nuk mund të flerë midafina dhe të marrë mirë qenë që shqiptarët nuk e duan Edi Ramën, por thjesht ai merr i vjedh ose i rrëmben votat, sepse një herë në 2 vite do përsëritet i njëjti rezultat që opozita do humbë. Ne jemi në një situatë faktike ku Partia Socialiste ka korrur një nga fitoret më të thella që nga viti 1990. I pëlqen si pëlqen zoti Tritan Sheu, edhe i pëlqen ose si pëlqen Erl Murati dhe Nisida Knezi, kjo është irrelevante për sa i përket raportit me shqiptarët. Sigurisht që ka mjaft shqiptarë që ankohen ose janë të pakënaqur për situatën e tyre, po për sa kohë ja japin votën një herë në 2 vite që ka zgjedhje, ne duhet të analizojmë këtë situatë faktike dhe unë besoj që ekipit humbës i takon të ndryshojë dhe ekipi humbës duhet merret më shumë me veten se sa të merret me qeverinë ose me inskenimin, po themi, ose arkitektimin e disa skenareve të cilët nuk janë shqiptare. Nëse do të ishin në situatë si Nepali ose si vende të tjera, shqiptarët do të kishin në rrugë, ndërkohë